Mërgjimtarët që vinë me dashurinë e tyre të madhe në shtëpinë në Dardani do të kenë një risi. Policat e sigurimit në kufi, diku 4 milion euro do t'ja paguaj shteti Kosovës si shpërblim për kontributin që me remitancat e tyre ata japin. Por do të dëshiroja të kishte një pikë. Pra ata që vinë nga Serbia dhe serbët i gëdypin dhe prap kalojnë atje, do të paguajnë 3 fishin e policës së sigurimit. Të bëjnë dhe njerëz shqiptarët, të paktën si serbët, që ta kuptojnë se vendi jam nuk shitet dhe nuk tradhtohet. Edhe me ta falë Serbin naftën, karburantin dhe bukën dhe gjellën, për gjakun e dëshmorëve, për ato femrat përdhënuara, për ata fëmijë të zhdukur, për ata njerëz pa varr, po pse kaloni mërë? A ka që jeni të marrë? Bëhuni shqiptar, ashtu si zhvalvitni flamurin vetëm kur ka gola, ai flamur do t'ishte shumë krenar, ndërse bukën e hasmit nuk do ta haje, edhe sikur ta kishe falë.